e ku niveli i klasifikimit është tepër sekret. Pra, tepër sekret. Model 4, tepër sekret, pra këto janë dhënat personale të Ibrahim Rugovës. Numri i regjistrit është 79, R-2, mbi emri Rugova, emri Ibrahim, data lindjes 1945 shkruan këtu, vendlindja Katundit Cërc, Kosovë, vendbanimi Prishtinë, Kosovë. Pra, data e regjistrimit dhe qelja e karteles është këtu, me datën 24/2/1969. Tek arsyeja e regjistrimit, shkruan, mban qëndrim të mirë, flet për gjuhën shqipe, nxjerr nga materialet e migrantit kosovar, Idris Sadri Zeqiraj, ardhur në Shqipëri më 8 shtator 1968. Kjo pra është dosja që është krijuar në vitin 1968-1969, që me sa duket dëshironte ta vizitonte Ibrahim Rugova Shqipërinë në atë kohë. Vazhdojmë tutje. Kalojmë në vitin 1981. Kur edhe në këtë periudhë, Ibrahim Rugova ishte në survejimin strikt të sigurimit të shtetit. Dokumentin që do ta prezantoj tani është në nivel të klasifikimit si sekret, që quhet ekzemplari vetëm i përgatitur në Tiranë më 10 mars 1981. Pra, më 1981. E kemi këtu, ekstrakt i nxjerr nga informacioni 15 ditor, numër 78, datë 19/1/1981, 15 janar 1981 për Ibrahim Rugovën. Ibrahim Rugova, i cili mori pjesë në diskutimin për romanin që u bë vitin e kaluar nga lidhja shkrimtare dhe artistëve të Shqipërisë, ka deklaruar në një mbledhje të hapur pasi është kthyer në Prishtinë, tani u binda përfundimisht se në Shqipëri nuk ka liri krimtarie. Ata shkrimtarë janë shndruar në burokrat. Krijuesve u jepen klishete dhe ata punojnë. Krijuesve u jepen klishet dhe ata punojnë. Shoku ministër bën këtë qëllim, të përpunohet masat operative, do të grumbullohet të dhënat për Ibrahimin dhe do të shikohet besueshmëria tyre për të marrë në përpunim. 2A, do të kontrollohen në kartotek nëse ka materiale për t'i studiuar e vendosur. Simbas shënimeve të shokut ministër, do të merren masa dhe Ibrahimi do të përpunohen nga ana jonë, punëtori operativ Idajet Gura. Keni në vëmendje. Pra, këtë dokumente ka hartuar punëtori operativ Idajet Gura. Fashikulli për Rugovën në dosjen e sigurimit shtetit mban numrin 8084 me numër të dosarit 163. Këtë numër do ta shihni në dokumentin që tani do ta prezantojmë. Vetëm se tani bëhet fjalë për vitin 1987, 6 vjet më vonë. Pra, edhe në këtë kohë Rugova ishte nën survejimin e sigurimit të shtetit, pra edhe pas vdekjes së diktatorit Enver Hoxha. Pra, është këtë dokumenti sekret, ekzemplari vetëm, Tiranë, 21/7/1987. Dosja informat. Dhe e kemi një gjë. Nëse fokusohemi këtu, është ajo dosja për cilën ju thash, që edhe më tutje në rast se i drejtoni arkivave apo autoritetit të dosjeve të sigurimit të shtetit, dosja që e mban emrin apo numri i dosjes Ibrahim Rugovës është 8084-163. Ta dëgjojmë çfarë thot në këtë dokument. Nga komuna e Stogut është edhe doktor Ibrahim Rugova, një politolog, estet, kritik letrar, njeri i punës dhe i penës, i cili edhe pse i ri nga mosha, çmohet shumë në Institutin Albanologjik të Prishtinës, në çarqet letrare dhe në radhët e intelektualëve. Është i drejtë, i pa kompromis në punën shkencore dhe në jetë në përgjithësi. Ai me Recep Qosën janë erudit. E nesërmja
do të dëshmoj se sot, kur them kështu, kam pasur të drejtë. Jo pse e njoh e më njeh mirë, por sepse është e vërtetë. Ibrahimi është i guximshëm e patriot. Në këtë rrugë e mban punën e drejtë, pa lajka. Nxjerr nga raporti informativ BP 3103, datë 7/6/1987 për Ibrahim Rugovën, punëtori operativ Pëllumb Moçka. Kësaj radhe punëtori operativ i sigurimit shtetit del të jetë Pëllumb Moçka. Pra, këto ishin dokumentet sekrete të sigurimit shtetit për Ibrahim Rugovën, por këtu nuk